Zoti Zogaj, tani unë kam një pyetje. Në mbledhjen e datës 10 dhjetor, me studentëve dhe dërguarve të Ramis Alis, për kushtet e dialogut, studenti Shinasi Rama kërkon me forcë largimin e Berishës nga mbledhje. Pasi Berisha mbështeti kërkesën e Alisë që studentët të shkonin në mësim si kusht për dialogun. Berisha i thirrur në mbledhje nga Azemi dhe nga ju. Ju e ndaluat Shinasiun? Jeni penduar? Se e ndaluat, në fakt. Pse e ndaluat? Pse e ndaluat? Ndaluat sepse... Se ti ke bërë si ti koshëtash, kore, që ti shokun e në verë. Edhe mbeti aty. Po ti shikosh ngjarjet si nga sot për atë herë mund të... Jo, nuk ka krasimet... E ndalova sepse Saliun e kishin thirrë... Krasimet qalojnë shumë preç. E di, e kishin thirrë studentë, e kishin thirrë Azemi dhe ishin dërguarit e Ramis Alis, ishin një 4-5 intelektualë aty që i kishin thirrë studentët për asistencë, dhe një ndër ta isha dhe unë që më kishte thirrë Shinasiu dhe Azemi, si njifjet e dy. Bile me këtë titull, si një njeri që kisha ndikim të Shinasiu, e ndalova unë. Sa ai përkthente poezi nga gjuha angleze, poezia nuk ishte në zakon në Shqipëri në atë kohë që publikoheshin poezi angleze, siç kishin një gjë të ndaluara për anglezët. Edhe kjo ishte... Më thëmë bëri mira, po bëri keq që ndalua ty, se mund mos kisha fare doktori. Dhe Shqipëria mos kishe lullëzuar kështu, ose mund kishe lullëzuar ndryshe. Unë ndalova sepse mu duk veprimi i pa drejtëve. Ti di marrëdhënie që kam unë me Saliun. Qartë. Ndër vite, po duhet flas për një të drejtë të mbledhjes konkrete. Nuk mund nxirrej tjetri jashtë se tha një mendim ndryshe. Dhe po të startonte ashtu, në pikpamjen time, po të startonte ajo lëvizje ashtu që kush s'mendon si ne, duhet dalë, unë këtë e kam ruajtur gjithë 30 e sa vjet, si më thënë, këtë bindje. Po pra, po e nxorës. Edhe unë i thash atij që... Ka qenë një konflikt midis skifterëve dhe plumbove. Ta zëm dhe Rama ishte për atë që shkëputja me Partinë e Punës ishte radikale. Edhe Shinasiu ka qenë për shkëputje radikale. Edhe Berisha identifikoi si dikush që vinte nga Partia e Punës. Po, flasim për një mbledhje. Nuk ishte krijuar partia. Këtu është me 10 dhjetor, është një mbledhje decizive për kushtet e dialogut. Edhe këta dërguarit e Ramis Alis, që ishin Skënder Gjinushi dhe Lisen Bashkurti, ju thanë që nuk mund të zhvilloni dialog duke nejtë në protest, se kjo është të mund t'i bësh presion palës tjetër. Edhe Ramizi ka thënë studentëve, se ne kemi qenë bashkë... Edhe diskutimi ishte që do shkojmë mësim, apo s'do shkojmë mësim. Edhe disa nga ne thanë që këta sheshin kanë, edhe unë këtë mendim kisha, këta po shkunë mësim, këta s'kanë asgjë tjetër, s'kanë pas kur, kanë vetëm sheshin. Sheshi po imponon të gjëras, po impononin delegacionet. Edhe ai shpërtheu, pastaj sepse Saliu e tha pa të keq atë, nuk e tha se tha që rëndësi ka pluralizmi, po them si për atëherë, tamam, po flas me ndershmëri. Dhe unë i thash që nuk, nëse kjo nis kështu që kush thotë mendim të kundërt me ju, do të dalë jashtë sepse na keni thirrë, kjo edhe ai u frenu nga njohja që kisha unë me të, dhe ngeli aty. Tani kjo është një ndër 3-4, meqense ngulmonte, kjo është një 3-4 raste që më ka ndodhur mua që të gjendem në një moment në zgrip të karrierës së Ali Berishës, edhe kam qelluar aty e kam ndihmu. Ka ndodhur, një ke qenë dhe ti, Ylli. Në atë marrëveshjen e 9 mars, gjithçka që ndodhi që u finalizu, ti ke qenë... U përpoqi me të gjithë mënyrat. Po ashtu ishte koha, do të thënë, ne bëm një përpjekje jo për X-in dhe për Y-in. Bëm një përpjekje për trujt vendin, si më thënë. Tani u krijua Partia Demokratike, ikëm nga 8 marsit gjitha, shoku Ramis bëri ato punët e veta, si që i bëri, e thinë dhe në OKB dhe i mblodhen litarët më shkruan mua. Njëti njeri që më shkruajt pak më përpara. Dha premtimi aty, në OKB, u erëm këtu. Tani u krijua Partia Demokratike. Në aktin themelus të saj, shumica dërmuese mbi 300 firmitarëve ishin studentë. Në komisionin shëmtar të saj kishte 7 studentë. 2 muaj gjysmëbon mbeti vetëm Azem Hajdari. Gjithë studentët, që janë gjinë njeri, çfarë mbetin për të nga lëvizja dhjetorit? Se tani, këtu është problemi, nuk është e kjo. Lëvizja, folën për lëvizjen popullore, lëvizjen studentore, lëvizjen intelektuale. Kjo për mua është e pastër, ka dhe momente epizmi. Formohet tani një parti politike. Partia ishte shumë e mirë në fillim, por pastaj filluan aty lufta bryllave, filloi kjo historia që ndoqi, domethënë, edhe sot e kësaj dita parti që pa mundësia për të menaxhuar diversitetin, po themon.
Dhe kjo bëre që studentët nuk duronin, fillu në iken, u larguan. Dhe këtu ndodha e fenomeni që Partia Demokratike ndërpret, si me thënë atë lidhjen, ishte Azemi ka ne më gjatë, po thuajse deri në fund me gjithë kontradiksionet e pozicionet e ndryshme, po praktikisht, me thënë, ndërpritet kjo simbioza, po them unë, se kjo lindi si parti studentore intelektuale, jo intelektuale studentore. Studentore intelektuale popullore. Dhe ndodh pra... Pastaj u kthyen në intelektuale ju studentore. Jo studentore. Pra, studentët ndodh pra ndodh prishja e parë, ndërprerja e parë e simbiozës, që pasohet me një ndërprerje e dytë, se smaron me kaq. Ndodh ndërprerja me komponentin intelektuale të mirëfill, se ju cituat aty statutin. Ajo konceptu nga disa mendje, dhe me thënë që është një çudi që në Shqipërinë e mbyllur kishte mendje, për shembull Lega Meksi është njeriu që e bën idenë e partisë me letra. Lega i shkryti këto? Lega është protagonist. Ka marrë asistente, po ajo është... Lega ka shkruar. Ai ka qenë i ngarkuar. Leka dhe Demeti, apo jo? Tani nuk dele. Apo për statutin? Kam thirrur me që ka televizionin dhe i biri, e kam thirrur unë prej tani me që ka i biri televizionin. Nuk do të dalë. Ajo mirë, ikën në lëviz vërtitet ande këte. Gjallë në botë nuk dhe. Lega u bëdhe kryetari pari për të... Ne kam lipë. Edhe kryetari pari që? Odhën i votim të... Po mbase doktori ka thënë po për Legën që... Për i puq sa liu. Për i puq jam e preqë jendi moj sa liu prapë. Preqë jendi moj prapë. E griu doktori, e? Ti e bërë? Ktheva mletin. Në me thënë, përse nuk e dinim në pse Lega Meksin ka e qitë pari. Lega u bëj pari, më preqë... Në thamë që ju mblodhi ju të pari. Pari i votuar. U bëj një grup ta, thanë të rivotojmë. Jo, po kishtë arë... Sa ditë në një Lega? Asë ditë u rivotua ty. Do me thënë... Bëj një pushim. Brenda mbledhjes. Do me thënë, një pushim ka qenë kryetar. Një seancë, nga seanca tjetër, Lega ka qenë kryetar. Do shua statuti, u tirë degët. Degët e rrethëve. E më thua. Po është më votë. Thua që ka qenë, më zëtë. Unë po them për këtë ditë, në këtë statut, u vendos, e thatë ju, që u konceptu kufizimi mandate, imagino saj përparuar është mendimi intelektual në lindin saj partije, me 2 mandate. E kënë... Po mendimet madhe intelektual, se ta vendosë në seansën e parë kryetarë. Kalojnë me pafundësi mandate. Nuk ka mendimet të mirë. Dhe Lega me gramos pashun. është një parti që ndërpreju edhe atë simbiozën me studentët, ngeli vetë një, dhe pas taj dal nga dal, dora dorës, jo për një herë me intelektual, edhe me komponentin intelektual, edhe si përfundim, partia, si me thëmë pas shumë, dhe me thëmë, derivojnë në qasi disi populiste që ju. Do me thëmë, Lega Meksi, thua ti ka qenë një seancë të mbledhjes kryetare. Lega Meksi është zgjedhë kryetari Partisë Demokratike... Po, nga kryesirë, së djetë? është zgjedhë edhe punojmë me të birin dhe nuk e dini. Në muajin shkurt të vitit 1991 nga Komisioni Nismetar. U zgjodha ai dhe Azem Hajdari dhe po Lega pse se shtu? Iken nga mbledhja, thanë ja paf shihari, ne po iken. Edhe njerëm në gjithë në heshtë, edhe Lega vetë, ka mba qëndrim për mendimin tim, se ajo zgjodha, po të donë të... ikim nga Lega. Po të unë jam me votës Lëviz. Oke, atere. Ne bom diskutim dhe thamë që ne nuk kena tagër me zgjedhë kryetarë, se ne jemi vetë pas zgjedhur, që me qenë se të bëjmë aktiv...